është një procedurë që shkryhet në 2015-ën, që nga bashkia kanë kaluar tek ujësiellësi dhe është i njëjti inventar që do kalohet përsëri këtu. Prandaj do ngrihen komisione përpara se ne ta marrim si strukturë dhe ta kemi funksionale pranë bashkisë. Dhe pastaj do merret vendimi, mbasi të verifikohen, mbasi mos të ketë nga këto probleme që në kanale ujteve të bardha të përfshihet dhe urat e zeza, se në rast të kundërt ne nuk mund ta marrim situatën, pse po marr mirë qenë ashtu siç thoni ju, nuk mund të marrim kanalet e zeza. Se kemi denoncuar me foto, nuk patjetër. Ne do marrim vetëm kanalet e bardha dhe prandaj do bëhet verifikimi, a janë funksional, funksionojnë për atë proces për cilin janë krijuar, se mund të ketë kanale që ekzistojnë më dhe kanë qenë pjesë e inventarit 2015-s. Prandaj do bëhet gjithë procedura e inventarizimit paraprakisht, që mos të marrim gjëra që nuk ekzistojnë apo janë jashtë funksionit i dashur këshilltar. Fjala për zotin Moçka, më pas për zotin Leskaj. Sinqerisht edhe unë dua disa qartësime te ky projekt vendim, edhe kur e pash herën e parë pavarësisht se fola pak me drejtorin juridik. Në këtë projekt vendim kërkohet leje që të niset procedura që ujësiellësit na transferojnë ne. Do me ekzekutivi, flas bashkia ekzekutivi, drejtoritë të gjitha, kryetari drejton, nuk besoj se merret kryetari me këtë, kërkon leje ose kërkon autorizim që të nisi procedurën që ata të na transferojnë ne. Nuk e di, ka ndonjë pengesë ligjore e para punës që këta ta bëjnë dhe pak të leje, dhe kur të vi pastaj pas inventarit dhe pas pranimit, aty jam dakord që do ndryj këshilli, që do i miratoj marrjen dorëzim, por kush i pengon, domethënë, se sinqerisht jam pak i paqartë, kush i pengon ekzekutivin që të vej dhe të ngrej komisionin me ujësiellësin, të evidentoj, të shikoj inventarin dhe në fund fare se nuk ka, domethënë të ngresh një komision në procedurë siç e quajnë, të ngresh një komision që të vesh me ujësiellësin dhe të evidentosh, ata të bëjnë inventarin dhe të thonë, shikon, ne do të dorëzojmë kaq metra lineara, kilometra, nuk e di si maten kanalet, kanale ujrave të bardha, dhe ti të verifikosh në terren si ekzekutiv, edhe të shikosh që nuk janë kaq po janë aq. Ata të përcaktojnë vlerën dhe ti të negociosh, thua, nuk janë me këtë vlerë, po janë amortizuar, janë me këtë vlerë. Unë nuk besoj se të pengon njëri. Nuk është se ka ndonjë gjë juridike dhe ta miratosh. Më thonë, nisa procedurën, okay, nisa procedurën. Kur të merren dorëzim prapë tu galojnë. Por nuk kuptoj një gjë, pse duhet ekzekutivi për çdo gjë, për çdo hap që ka marrë mirëbërësimin e qytetarëve, duhet ta bjerë në këshill, do bëj këtë unë. Dua miratim të filloj këtë. O je votuar ta fillosh atë. O je ngarkuar me detyrën ta bësh atë gjë. Mendoj unë. Nuk e di pastaj mund të flasin edhe të tjerët. Domethënë pse duhet të ngarkohet këshilli me çdo gjë? Më duket sikur një lloj kështu, hamo kalohen këshill, dhe mo kalohen këshill. Tani kur je i bindur që kjo gjë hyn te detyrat e tua funksionale ose e parashikon si detyrim ligjor që janë 39/2015, që është ligji i pushtetit vendor, ti je detyruar ta bësh këtë gjë. Je detyruar të bësh çdo lloj procedure, të marrësh çdo lloj vendimi si ekzekutiv, të marrësh çdo lloj iniciative, të ngresh çdo lloj komisioni për të realizuar detyrat e tua funksionale. Nuk të thotë se kështu i bie do paralizohet, domethënë me këtë frikë do paralizohet bashkia, do vinë këtu çdo mbledhje për kërkuar të marrin frym për çdo gjë. Të nis këtë unë, të nis dhe këtë tjetrën, më miratoni ju të nis dhe këtë tjetrën. Se nuk besoj se po të nisësh dhe të ngresh një komision për bashkët pune. Me ujësiellësin ka ndonjë detyrim ligjor që i ndalon, që të kenë kaq frikë. Mendoj unë. Nuk e di pastaj. Edhe ta miratosh nuk është se ka ndonjë gabim, po më duket një se kam hall do bëhet rrugë, domethënë, për çdo gjë që duhet ta bëjnë, hajde të marrim me miratimin në këshill, hajde marrim me miratimin në këshill, hajde marrim me miratimin në këshill, për çfarë? Për një detyrë funksionale. Ose e kuptoj un gabim, pastaj të më thonë që është në këtë ligj parashikuar, ligji kaq për transferimin e aktiveve, mase unë se kam lexuar se di, përcakton që duhet miratimi në këshill ngritjes komisionit për bashkët, ose ligji kaq për ujësiellës kanalizimit e tjerë me radhë. Nuk e di, mase po më thonë kaloja çimit, mase çimi di mirë ndoshta. Okej. Gjithsesi të sqaroj vetëm për pjesën e të marr vetëm 1 minutë të sqaroj për pjesën e atëherë është kërkuar miratimi në Këshillin Bashkiak, duke qenë se është e nevojshme që të kemi ekspert të fushës, të cilët bashkia nuk i ka. Ekspert të cilët kanë dieni dhe informacion për sa i përket si stacioneve të pompimit dhe të hidrovorit dhe për sa i përket kanaleve, dhe praktikisht e kemi të pamundur të prokurojmë një shërbim për një ekspert të jashtëm në qoftë se nuk kemi një miratim nga Këshilli për një gjë që ne nuk e kemi realisht. Nuk kemi. Kjo është po patjetër më pikërisht.
Po dakord, po për thënë kjo është ideja se ka qenë një diskutim që është bërë me drejtorinë e financës dhe është sqaruar dhe diskutuar në këtë lloj forme. Ata e kanë pa mundur ta prokurojnë këtë shërbim. Dhe e dyta, duke qenë se ne do transferojmë aktive për të cilat do ta mbaroj, të lutem. Jo, të drejtë keset ndërpreva unë edhe po më kthem borxhin. Jo, do të transferojmë aktive që ka nevojë për të vlerësuar. Tani të lutem se mos më përfshi me ujësjellësin se përse bashkia po i merr dorëzim sepse Undiqi, UK-ja, edhe qeveria ka bërë investime pafund në ato kanale dhe investimet që do bëhen nuk i përballon dot bashkia. Është jashtë objektit të aktivitetit që ka ndërmarrja që kemi krijuar, po ka vlera. Faleminderit zonja kryetare. Fal. Këtë problematik unë e njoh shumë mirë se kam drejtuar atë ndërmarrje dhe kjo problematik ka lindur që në vitin 2015. Të gjitha këto kanale të ujrave të bardha të qytetit që janë në kuvendin e Vlorës kanë qenë në inventar të bashkisë. Paraprakisht kanë qenë pjesë e ndërmarrjes së ujrave të kullimit që ka pas më para, që ka qenë ndërmarrje në vete, dhe me vendim Këshillit Bashkiak në 2015 këto kanë kaluar në inventar të ujësjellësit. Gjatë kohës që kam qenë unë, kjo ka qenë një problematik dhe neve në atë periudhë kemi kërkuar që t'i kalojmë bashkisë për arsye se ato kërkojnë investime dhe fonde për të mirëmbajtur dhe ujësjellësi nuk i ka këto mundësi për të mirëmbajtur edhe për të bërë investime për të mos pasur problematika për përmbytjen e qytetit. Është bërë shumë mirë që është rënë dakord me ujësjellësin edhe nga bashkia të kalojnë në inventar të bashkisë. Për mendimin tim ato duhet të kalojnë dhe të krijohet një strukturë që të jetë më vete për të punuar dhe për të investuar gjatë gjithë 12 muaj të vitit për të parandaluar përmbytjet që mund të ketë qyteti. Faleminderit. Kisha një pyetje për drejtorin juridik. Me këtë projekt vendim, deri ku vete dhe kush është hapi i dytë mbas kësaj? Hapi i radhës, fal. Që ta miratojmë këtë të duhet të dimë. Pas përfundimit të gjithë vlerësimit që do doj kohën e saj, është dhe momenti që do lidhet një marrëveshje midis palëve për transferimin e gjithë sektorit, se po quhet sektor, se ata kanë një sektor atje, i cili do jetë në funksion të plotë dhe do krijohet një strukturë pranë bashkisë. Po vetëm gjithmonë mbasi të bëhet inventarizimi, mbasi të qartësohet situata si mbas dokumentave që ata kanë sjell, që kemi 3 kilometra kanal, kemi kaq pompa, janë funksional këto kanale dhe pastaj do të bëhet gjithë. Desha ta vazhdoj me përgjigje më falë në mbështetje të mendimit të visit. Unë mendoj se administratën se pengon asgjë që ta ngrërë. Jo ma dhe e miratojnë. Problemi është se kjo do jetë një ngarkesë shumë e madhe për bashkinë dhe duhet bërë me shumë kujdes. E kuptoj, shiko ku është ngërçi. Këto kanë qenë të bordit kullimit, të ujrave të larta që kanë qenë në kohën e monizmit. Ilir nuk janë vetëm ato. Të lutem, po e di çaja, nuk janë vetëm kanalet, janë dhe këto stacionet e pompimit e gjitha këto. Problemi qëndron që është nisur një procedurë dhe unë e përgëzoj bashkinë për këtë nismë që ka marrë, sepse është e vetmja hallk që nuk është ase bordit kullimit, ase bordit ujrave, ase ujësjellësit, ase njërit. Po ç'a ndodh? Për mbytet diçka, del kanali Lagjës 15 tetori e ka fajin bashkia, thot. Bashkia se ka fare në administrim kanalin. Dhe të gjitha këto gjëra i bëjnë me investime të zëri buxhetit e të tjera, do me thënë, ku kanë këta rezerva, hajde të pastrojmë kanalin. Tani, duke u strukturuar si gjë, do të thotë që edhe këto kanalet që në fakt edhe unë të këtë ndryshmet e kam ngritur atë kanalin që është mbyllur fare, po mos futemi në detaje, që përshkron gjithë centralen edhe gjithë ato ujrat vinë dhe ku tha dhe këshilltari parafols, edhe përfundojnë në det, edhe marrin gjithë rrugën për para me balte ku nëse çfarë. Ideja është duke u konkretizuar gjëja, do të thotë që edhe ne nesër, edhe kushdo tjetër do ja kërkoj llogarin Bashkisë Vlorë se i kanë administrim. Tani ujësjellës kanalizimet nuk i mbajnë më, sepse kanë kaluar te akumi, nuk kanë fonde,
nuk kanë ligj, nuk kanë rregullore, nuk kanë punonjës, nuk kanë staf. Nuk kanë ta mbaroj, nuk të kam ndrytur. Kështu që jo kështu është. Tani ore nuk i ka asnjë më. Po nuk i ka, jo sipas tyre tonë, nuk i ka jashtë objektit të aktivitetit. Dhe kështu që unë mendoj që kjo gjë duhet kaloj dhe t'i çelet rrugë që kjo si strukturë të funksionojë tamam. Mos të përmbytet qyteti sa do korrigjojmë. Se po t'i futesh anës juridike i dashur këshilltar, ju që jeni edhe jurist, nuk e ka asnjë institucion në varësi. Thjesht e ka bashkia dhe hajtë se është brenda territorit. Po në inventar nuk e ka marrë. Kjo është. Kështu që unë mendoj që ky vendim të kalojë në votime dhe menjëherë. Tirdi. Të bëj vetëm një pyetje vetëm do bëj. Do fjalën Folioçi. O këshilltar. Të bëj një pyetje. Të bëj të bëj një pyetje. Në qoftë se ne e bëjmë procedurën pa e sjell paraprakisht në këshill. Mbaron procedura vlerësimi, ta mbaroj pyetjen. Po më ndalon ti si pronar. Ti si pronar i arçëm, ti si pronar i arçëm nuk do ta marrësh. Po të bëj një pyetje. Atëherë, në qoftë se unë e mbaroj procedurën dhe vije sjell në këshill. Me vendim këshillit më bie, nuk pranoni. Çfarë do ndodhi? Ato kanalet kush do t'i marri? Po më përgjigj, çfarë do ndodhi me kanalet? E bëra procedurën në rregull, ta solla inventarin. Po të e bëm me specialistët tan. Po të pyes. Çfarë do ndodhi në 7 gusht që unë mbaroj procedurën dhe vi ta sjell ty për ta aprovuar? Ti e kundërshton. Po të pyes mo. Çfarë do ndodhi mo? Ato kanalet sot që flasim janë jashtë objektit veprimtarisë së ujësjellësit. Nuk e ka fare si objekt veprimtarie mo. Hap ekstraktin e QKB-s, shikoje. Unë po çartoj gjëra që nuk është e qartë. Nuk jam kundër kalimit mo. Bëje procedurën si pasardhë. Do marrin specialista në këtë vlerë. Kanë të gjithë. Po se na bënë mikrofoni, e marrin mikrofoni 5 vjet bështyma aty. Kemi 2 vjet për mikrofona. Çfarë ka mikrofona? Kemi 2 vjet për 5 milionë lekë deri mikrofona tallet në ne. Na bie website 65 milionë lekë e nuk vlen 5 mikrofona. Kemi 2 vjet të nderojmë. Çfarë tregon tani teoria? Mikrofoni. Faleminderit zonja kryetare. Tani sa i përket këtij projekt vendimi, me thënë drejtën, ka shumë paqartësi. Midis të tjerash, unë dëgjova edhe kolegët socialistë, të cilët thanë që duhet të ndodhi ky transferim, sepse deri tani nuk janë administrim të bashkisë dhe nuk kanë qenë për shkak të një vendimarrje në vitin 2015 dhe normalisht pas sjell po themi vështirësi që Bashkia Vlorë të ketë atë ndikimin e saj sa i përket mirëmbajtjes së këtyre kanaleve. E para njerë Bashkia Vlorë i ka pasur dhe unë nuk jam dakord me kolegët socialistë kur thonë që nuk i ka pasur dhe tani ne do të i marri Bashkia që të ketë më shumë akses në pastrimin e tyre që të mos ndodhi përmbytja. Para pak kohësh, përpara se ju me forcën e kartonave shau i sjellës kanalizime Vlorë, ti bashkoni së bashku me Selenicën dhe me Imarën, që në informacionin tim Këshilli Bashkiak i Marë nuk e ka votuar bashkimin me shau i sjellësin Vlorë dhe shau i sjellës Selenicë, dhe që për mua është një shkelje që e cila duhet verifikuar ndofta edhe nga zoti Moçka që është dhe kryetari i Këshillit Qarkut, sa i përket këtij citimi që unë bëra, pra Këshilli Bashkiak i Marë nuk e ka miratuar transferimin e shau i sjellës i Marë tek akumi i famshëm, që erdhi këtu përpara disa muajsh dhe na parashtroi ne
një pjatë floriri që me marrjen e tyre në administrim të shahu i sjellës kanalizimi me Vlorë, këtu do shkëlqente, do përmirësoj furnizimi me ujë të pishëm, ato borxhet që kishte shahu i sjellës i krijuar ndaj buxhetit të bashkisë si agent tatimor do të ktheheshin më një herë dhe nuk kanë ardhur, vazhdojnë akoma të shtohen, të jenë mbi 2.2 milion euro të tjera, të cilat vazhdojnë të enden në përgjepat e pushtetarëve, të cilët kanë menaxhuar këtë institucion. Sa i përket këtij projekt vendimi, unë me të drejtë e dëgjova edhe kolegu Nika, i kërkoj administratës që pse ju kërkoni nga ne nisjen e procedurës dhe pse nuk procedoni paraprakisht me hartimin e gjithë materialit të plot, duke evidentuar të gjithë kanalet në kilometra, në metra, nuk e di si janë, pikat e tyre kryesore dhe pastaj ne të vim këtu dhe të kemi një projekt vendim të plot. Ky projekt vendim thot të nisim procedurën, më pas do vim përsëri këtu me të drejtë zoti Moçka, po nuk e thot dot se duke qenë përfaqësues i grupit këshilltarëve të mazhorancës dhe Partisë Socialiste thot, po ne nëse do procedojmë në të njëjtën mënyrë që ju për çdo projekt vendim dhe për çdo po themi çdo veprim administrativ do vini këtu që të merrni dhe këta nuk vinë kot, zonjë kryetare, nderuar këshilltar. Këta vinë me të njëjtin synim, që thash edhe në projekt vendimin e mëparshëm, për të pretenduar më pas që ky është një vendim i Këshillit Bashkiak dhe nuk është vendim i administratës së bashkisë. Pra duan të lajnë duart ta zotrin kur vinë dhe sjellin këto lloj projekt vendimesh. Pra, e para njerë nuk është e vërtet që Bashkia nuk i ka pasur të gjitha këto në administrim përpara se sa shahu i sjellës kanalizimit i kalonte bashkimit të operatorëve që ka bërë zonja Balluku, zëvendës kryeministrja, në të gjithë këto 3 operatorët. Ujësjellës Sha Imar, Ujësjellës Sha Selenis dhe Ujësjellës Sha Vlorë. Pra, ne i kemi pasur, nuk është e vërtet ajo që ne tani po bëjmë një procedurë për të marrë këto kanalet që Vlora kur të përmbytet, ne të jemi të aftë për të reaguar edhe të bëjmë pastrimet paraprake e të marrim masa. I ka pasur të gjitha. Kanë qenë shahu i sjellës i Vlorë, nëse nuk i ka pasur shahu i sjellës i Vlorë dhe sot vitet me këtë pretendim, atëherë çfarë kishim neve këtu për të votuar që t'ia jepnim aksionet tona atë mazhorancën akumit për të bërë ata pronar nëse si kishim ne. Pra, o i ka pas ose i ka pas. Këtë duhet ta sqarojmë, prandaj them që relacionet janë shumë të rëndësishme sa u përket projekt vendimeve. Ato tregojnë të gjithë curin apo atë se çka kërkohet të arrihet nga administrata me paraqitjen e projekt vendimeve në Këshill. Dhe për diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, që ka të bëjë dhe këtë ja kërkoj sekretarit të Këshillit, nëse këto janë asete të cilat do t'i shtohen Bashkisë Vlorë, pra është krijimi një aseti të ri që Bashkia Vlorë nuk e ka sot, kjo është me efekt financiar, është me efekt në territor, në pronësi, dhe normalisht kjo kërkon një shumicë të cilësuar, siç është buxheti, siç është kontratat e qiras, siç janë transferimet financiare. Pra, duhet saktësuar dhe kjo. A kërkon shumicë të cilësuar ky projekt vendim? Po, jo. A ka pasur po mirë, unë të bëra pyetje ti vazhdo me tënde në Daud, se ti ju vazhdoni edhe ato që miratuat çipari, ato 65 milion lek për website ku diun çfarë miratuat se ju nuk dëgjoni. Edhe ato që u themi ne, duket se i themi për forcë kundërshtie. Ne po japim argumenta, ti thua nuk duhet. A do krijohet aset Bashkia, do marri pronësi? Do marri apo jo, më përgjigj? Ja, po të përgjigjem. Po. E di shumë mirë që kur të vi projekt vendimi për talimin. Po jo, zotri, nuk, jo, se ti, ja ta them unë, tani ta dish nga mua, se, ja ta them, ja do ta bëj paralele, direkt. Po, po, okej, në rregull. Je në zbatim të rregullores. Tani po të them dhe një gjë tjetër që ta dish, se këtë punë keni ju. Vini këtu sillni një në fillim projekt vendimi e thoni në parim. Dhe pastaj pasi bëhet miratimi në parim, juve çau do shefi pasaj se thoni e kemi miratuar në parim, tani këto janë konkretisht duhet ta miratojmë se përdesa kemi miratuar. Dhe kjo, nisja e kësaj procedure, kur të sjellësh ti projekt vendimin më pas për transferimin e këtyre, do thua që ne e kemi bërë të procedurë, ju tani jeni detyruar që ta votoni sepse e keni miratuar të ju në parim që duhet filloj procedurë. Ta them unë, zotri, ta them unë. Dhe kjo gjë është motamo me atë tis parkun e famshëm, po e mban mend, ai kryetari jot i bashkisë mund të kesh qenë dhe atëre drejtori juridik i zoti Daud. Ai kryetari jot i bashkisë asaj kohe, Shpëtim Gjika, ka lozur me këtë artific me Këshillin Bashkiak. Solli në parim që të miratojmë në parim në dhënien e disa rrugëve me pagesë, dakord than këshilltarët. Dhe kur solli projekt vendimin e dytë, i bëri gjitha rrugët me pagesë. Dakord, dhe kemi qenë po prap ne në këtë këshill që kemi miratuar pastaja shumë amaramëndse për mbrojtjen e bashkisë, sepse bashkia rrezikonte falimentin për 52 milion euro, nëse të kujtohet. Dakord? Kështu që ju duhet jeni shumë të kujdesshëm,
ti si sekretari këshillit dhe njeri me eksperiencë, duhet ta orientosh administratën e bashkisë që mos bëj artifica këtu, nisim procedurën për transferimin. Çfarë do më thënë kjo? Ma thuaj pak. Me fjalë të thjeshta zotëri, se nuk kuptoj. Nuk kuptoj. Po? Po Moçka nuk e thot dot zotëri. Unë a thash, Moçka nuk e thot dot, e tha të zbukuruar. Tha nëse ne i bie që ju të ngelin në ngërç se duhet miratojë çdo gjë në këshill. Po nuk e kanë sepse ata janë administrata në këtë rast nuk është se do që të zbatoj ligjin Daud, që të jemi të qartë, edhe këshilltar. Administrata do të laj duar zotëri që për çfarë do lloj problemi nes, po ja ta them unë. Ore po ti tani do thuash çfarë them unë? Ta them unë mendimin tim, ti thuaj tëndin. Administrata në këtë rast do të laj duart që çfarë do lloj problemi të ketë, hetim, ndofta penale, të thotë po s'është jona, ne kemi paraqit këshillit dhe këshilli ka vendosur që të nisi procedura për transferimin. Dakor? Tani pse ky këshill duhet të miratoj nisjen e procedurës për transferimin kur ju këtu ne të gjithëve thash edhe një herë në Pjat Floriri me ata përfaqësuesit e Akumit këtu na sollët dhe na thatë zotrin duhet ta votojmë se Bashkia Vlorë nuk e ka më kapacitetin ta menaxhoj këtë dhe këta do ta marrin, do bëjnë investime, do furnizojmë më mirë me ujë të pishëm, do shlyejmë borxhet. Tani këta zotrin po heqin se këtu nga kolegët dëgjova. Këta se kanë kapacitetin thonë ata që të menaxhojnë këto kanale. Po pse na thatë ju që ti transferojmë tek tani? Tani lodra me ne bën ju, njërt ja japim gjitha, pastaj ti marrim gjysmat. Pastaj ti japim një të tretë, pastaj ti marrim një të katërtën. Çfarë duhet të bëjnë këshilltarët? Se ju po futeni në ca procedura shumë të çuditshme, unë se kuptoj valla. Nëse kjo ishte duhet ndarë që në fillim, dhe kur i bën transferimin Akumit, ti bënim një pjesë valla, të thoshin vetëm këtë pjesë të këtyre aseteve. Ti mbante bashkia, se e kishte bashkia, ishte në pronësi të bashkisë Shahu i sjellsi Vlorë zotrin. Ishte në pronësi të bashkisë. Dhe ne ç'a bëm? Pjesën tonë, 43% që i takonte në total ati formimit të Akumit të famshëm, ja dham të gjitha ja transferuam Akumit. Sot Akumit thot, këtë që na transferuat do marrim vetëm ato që na interesojnë neve. Ato që s'na interesojnë, mbajni juve. Dhe vazhdoni ju prapë të harxhoni lek për mirëmbajtjen e këtyre kanaleve të ujrave të bardha, të menaxhimit të ujrave të bardha. Dakor? Kjo është. Megjithatë, ju vazhdoni e keni nisur, keni 2 vite e kusur tashmë që bëni të njëjtën gjë. Nuk e keni hallin të qytetarët, e keni hallin të ato artificat edhe të fondet të cilat doni të përdorni për të fryrë ato faturat financiare dhe për të vjedhur buxhetin e Bashkisë Vlorë, që i cili rëndon në kurrizë të taksa paguesve dhe qytetarëve vlonjant. Faleminderit. Fjala për zotin Moçka. I nderuar zonja kryetare, që ti janë fair dhe i drejt për drejt, edhe me këshilltarët dhe me administratën, po dhe me qytetarët. Kur e nisa diskutimin, e thash dhe disa herë gjatë diskutimit që nuk është se ka ndonjë problem juridik dhe po miratua. Nuk është e vërtet që është një artific apo procedurë që nëpërmjet kësaj procedure do të fshihen më mbas e tjerë. Kjo është një nisje procedure, një autorizim të nisem unë të dal nga shtëpia të bëj punën time. Siç e shikoj unë dhe përsëris prapë që nuk ka nevojë fare mirë mund ta bënin, por nuk sjell ndonjë efekt financiar se kur ti marrësh ato asete që do të transferohen, duhet i marrë ky këshill, se në fund fare me ligj është këshilli pronarit gjithë aseteve dhe tjetërsimin si në marrje si në dhënie e bën këshilli. Nuk krijon se do vim prapë këtu të sjellin, masi si ka marrë koka herë në njëri që me këtë nisjen e procedurës të vjedhet marrja asete, se nuk është transferim asetesh. Tani, por do ta sjelli për miratim. Ngritet edhe një pyetje drejtori juridik, që normalisht pyetjet i ngren këshilltarët. Më fal. Pyetjet i ngren këshilltarët dhe do t'i japi përgjigje dhe do mbushë mendjen këshilltarëve se duhet ta votojnë. Nuk duhet ngrej pyetje po se miratuat. Po se miratuat i bie që më fal ta them kështu drejt për drejt, nuk keni bërë mirën punën tuaj që do mbushni mendjen. Unë të kam shok, të kam mik, por në punë jemi në punë dhe do i shikojmë gjërat siç janë që të miratojmë vendime drejta në fund fare. Dhe nuk ka lidhje këtu Doriani Ervisi, Atirdi apo Gjergji. Flasim hapur, unë jam i paqartë jo për këtë projekt vendim. Unë jam shumë i qartë. Po e ngrita debatin tillë që ta kuptonin të gjithë. Unë kam merakun e shumë projekt vendimeve që juve u shikoj pak të frikur dhe doni të bini çdo gjë në këshill. Kur dhe gjëra që nuk ka pse të vinë në këshill të bësh ti punën tënde, do të ngresh një grup pune dhe të vesh te Akumi, që këto duhen marr, se e përmendi dhe zoti Aliaj dhe zoti Leskaj që janë drejtora, ora këto duhen marr se sot janë pa zot. Pse? Se Akumi i morin transferimi, mori nga bashkia dhe i ndit bukur e pa që nuk e kishte subjekt punës vet. Dhe kurse ka subjekt punës vet, me ligj, thot unë nuk i mirëmbaj dot, se më gjenden shkelje po të vetë të eth lek te këto. Kështu që e nderuar bashkia, hajde merri dhe këto duhen marr, jo se duam ne të shpërdorojmë fondin apo buxhetin e bashkisë, po se duam t'u ofrojmë qytetarëve shërbim, se këto sot nuk po i mirëmban as Akumi, as bashkia dhe as kush, dhe janë pa zot. Këto duhen marr. Por ajo që kam unë, e kam te fjalat apo te projekt vendimi procedur.
unë do isha shumë sot dakord ta bënim gjithë diskutimin sa është efekti financiar, pse të marrim kaq e aq, kanë amortizime të tjerë me radhë, po të më kishe prur procedurën të përfunduar, që ne me ekspert privat kemi marrë, apo me ekspert e bashkisë, ka këtë kosto, do marrim kaq metra, kilometra, nuk e di si maten, nuk jam ekspert i asaj fushë, dhe të ma bie. Por më bie një projekt vendim që më thua, të nise mund ta bëj, po bëja e morzotri, se nuk të ndalon askush ta bësh. Kupton se je administrat për të bërë këtë punë. Dhe nuk e kam fare më, kupton ta miratojmë ne këtë, nisuni, bëheni këtë punë, se nuk ka ndonjë efekt. Thjesht do ngresh një komision, do vesh do negociosh me ata, do bësh një prokurim ku dëgjon, po dhe prokurimin ta përmenda pak më parë. Me këtë nuk e bën dot se duhet zë financiar, kupton, do ndryshosh regjistrin e prokurimeve të tjerë me radhë. Ka dhe ajo procedurë. Do, hajtë se po ta miratojmë s'është asgjë, po meraku im është që jo për çdo gjë që e ke detyrim ligjor, duhet vish dhe ti thuash këshillit ta bëj unë, se sa shtoni burokraci kot, e kupton, dhe e bëni këshillin më vendimarrës nga ç'duhet në gjëra që i keni ju përgjegjësi drejt për drejt. Kalojmë votim. Shtoj diçka se si çfarë do shtojmë, çfarë do shtosh, si le çfarë do shtojmë. Po patjetër që është debat, mos e të dy në fjalën tuaj, si Tirdi, si dhe ju praktikisht e përmendët fjalën që do krijojmë një aktiv. Dhe praktikisht thatë që jemi pronarët, këshilli përfaqëson pronarin. Tani mos ta pyesim ne pronarin se unë nuk e kuptoj këtë gjë. Si çfarë do pyes më? Po këtë po bëjmë. Do marrim një aktiv, të nisim punën, ta vlerësojmë apo jo. Kjo ka që ne duam të bëjmë. Shiko, gjatë ti relacioni këtu, me të drejtë edhe këta që kam sjell të relacioni bashkëlidhur ti projekt vendimi, thonë që nuk është objekt i, do me thënë, ajo që ne kemi bërë këtu me miratimin e këtij këshilli, transferimin e ujësisë kanalizimeve Sha Vlorë tek Akumi, nuk e ka në objekt këtë pastrimi. Tani unë kam një pyetje për juve, meqense ju ngelët tu se kuptohet, ta vinë, bëjnë atë show-n e tyre edhe kryetari i bashkisë e këta tjerët që s'kan ardhur ndonjëherë. Do më thoni pak nga dita që ne kemi miratuar transferimin e këtij institucioni, SHA ujësjellësin Vlorë, ujësjellës kanalizime, dhe deri ditën e sotme që ju sillni këtë projekt vendim, këto kanale nga kush janë administruar, zoti Demiri? Ekonomike. Po? Dhe u transferuar pritari ekonomike dhe puna do vazhdonte. Është transferuar i gjithë aktivi, që do të thotë çfarë ka pas dhe që të bëhet kjo procedurë transferimi, ajo faza që po bëjmë ne tani që po vlerësojmë e kanë bërë edhe ata për pjesën e tyre. Dhe në momentin që kanë përfunduar, kanë marrë atë raportin e vlerësimit nga ekspertët të brendshëm apo të jashtëm, është një procedurë që e kanë ndjekur ata vet, atë moment kanë bërë dhe kërkesën tek ne. Nuk është se ata kanë ndënjur gjatë kësaj kohe. Jo, nuk më kuptoj. E kuptoj çfarë do thuash, e kuptoj. Tani ne kemi, sepse qyteti ka kaluar disa situata të vështira me përmbytjet. Dhe tani ne këtu tani ju po na sillni praktikisht që këto kanë qenë në mëshirë të fatit. Pra, jo, s'kan qenë në mëshirë të fatit. I ka trajtuar ujësjellësi, nuk kanë qenë në mëshirë të fatit. Edhe një herë Dori, të lutem. Sot ujësjellësi është në administrim të Akumit, apo kemi votuar ne të gjithë bashkë. Po, patjetër. Është kështu? Po. I kemi transferuar të gjitha asetet. Pra, përfshirë dhe këto, sepse kanë qenë pjesë e SHA ujësjellësit, nuk është se kanë qenë të ndarë. Pjesë të gjithë. Tani këta zotrinj sot kanë sjell në relacionin që u kanë paraqitur ose kërkesë ose shkresës, nuk e di si ju janë drejtuar juve, u thonë që ky nuk është objekt i aktivitetit tonë, sepse ne merrem me prodhimin edhe me shpërndarjen e ujit, apo jo? Po. Jam i qartë. Po. Që dhe unë se mos e kam unë gabime edhe ta ndërpres. Jo, vërtet, nuk diskutoj. Pra, po ju them, nga dita që ne kemi miratuar transferimin e gjitha aseteve të SHA ujësjellësit Vlorë tek Akumi, kush i ka administruar këto kanale? Pra kanalet e ujrave të bardha, pastrim, rregullim, sistemim, kush ka qenë autoriteti i cili ka pasur dhe përgjegjësinë, por dhe normalisht detyrën për ti mirëmbajtur, edhe për ti. Ne sot kemi një kërkesë nga ujësjellësi. Po këtë di e lexova kërkesën. Po them kush nga dita që kemi, o Dori shumë e qartë, ta përsëris. Po unë përgjigjem në formën time. Ne sot kemi një kërkesë të depozituar pranë bashkisë nga ujësjellësi, i cili thotë këto aktive që deri sot i kanë pasur unë, filloni procedurat që të bëhen pronë juaja. Po.
Po pra, po, se shiko, nuk është e kot pyetja, se pranaj duhet të dal diku. Një sekundë do ta mbaroj, pse bëni kështu, çka keni? Unë dëgjova folët të gjitha, se keni zakon, s'të pëlqen zoti Moçka pyetja ime? Po pyes për qytetin në Burg, po them për shtëpinë time. Po ti e di që ato i kanë ndryshuar. Një sekundë në Burg, po është shumë e rëndësishme sepse kemi ardhur këtu dhe me votat tuaja, me që se ndëryrë edhe ti, me votat tuaja, ja kemi dhënë të gjitha asetet Akumit. Në qoftë se Akumi, që ditën e parë që është formsuar si entitet juridik, nuk e ka pasur në veprimtarinë e tia, mirëmbajtjen e këtyre kanaleve. Këto kanale kush i ka mirëmbajtur, se është mbytur 3-4 herë Vlora, dhe në qoftë se këta se kanë pasur, të lutem o ta mbaroj, e ka pasur thua ti, po ai thot jo, se s'është objekti i veprimtarisë time. Jo, është. O, zotri, po tash nuk është kjo, s'është me dëshirë, nuk. O, Gjergji, ta mbaroj pak, se shumë e rëndësishme kjo edhe për qytetarë, se qytetarët janë përmbytur dhe bashkia në të njëjtën kohë ka disbursuar dhe disa lek për shpërblimin e këtyre përmbytjeve. Tani në qoftë se ky Akumi që ditën e parë që ka marrë këto asete, thotë që kjo nuk është veprimtari e imja, ne kemi gabuar në momentin që ja kemi kaluar gjithë asetet, përfshirë edhe kanalet ju, po mirë them këshilli se po e vë veten, ne kemi votuar kundra, normal. Mbi bazën e këtyre se dhe atëherë kur kemi ardhur, kemi bërë diskutim, ne këtë kemi dhënë si argument, që ore kush do i menaxhojë dhe pse i menaxhojnë në këtë forum. Tani këtu po vinë e zeza mbi të bardh, që vet Akumi thotë kjo nuk është objekti veprimtarisë tonë. Pra, nga dita që ne kemi miratuar në këtë këshill transferimin e të gjitha aseteve të SHA-u i sjellësit Vlorë, përfshirë dhe këto kanale, këta zotëri nuk kanë bërë asgjë sepse këta se kanë objektin e tyre të veprimtarisë të tyre. Dhe teorikisht, po edhe praktikisht, këto kanë qenë mëshirë të fatit dhe prandaj qyteti përmbytet. Kaq. Mirë, faleminderit zoti Hoxha, kalojmë votim. Zoti Leskaj. Kalojmë votim. Po çfarë ka? Po mund ta thuash. Faleminderit. Ky inventar që ka kaluar tek ujësjellësi është në kontabilitetin sot, është një vlerë që është në kontabilitetin e ujësjellësit. Të gjitha ujësjellësit e bashkive, gjithë Shqipërinë nuk e kanë pjesë siç i ka ujësjellësi i Vlorës, nuk kanë kaluar në pronësit, po kjo ka kaluar në 2015 nga bashkia ka kaluar në ujësjellësin e Vlorës. Dashur pa dashur, mundësi financiare edhe mjetet, nuk i ka pas asnjëherë ujësjellësi që t'i pastroj apo të bëjë investime. Dhe duke mos bërë këto gjë, atëherë vjen si pasojë që nuk mirëmbahen. Atëherë është bërë kërkesë që në periudhën që kam qenë drejtues bashkisë të kalojnë në bashkisë, është bërë prapë kërkesë që i kalojnë në bashkisë dhe është shumë mirë që të kalojnë në inventarin e bashkisë. Dhe të hapet procedura të vazhdojnë pastaj, nuk kemi pse pengojnë. Shko, e ka administruar ujësjellësi edhe ujësjellësi e ka administruar dhe përgjegjësinë ligjore ujësjellësi. Jo, ujësjellësi e ka. Po mirë e ka administruar pavarësisht. Kalojmë në votim. Faleminderit. Kalojmë votim. Pro. 22 pro, 6 kundra, asnjë abstenim, miratohet.